Është bardhur vendimi i muajit të shkurt i gjykatës kushtetuese e cila rrëzoi kuvendin lidhur me rikompozimin e komisioneve të përhershme parlamentare. Kushtetuesja me vendimin e saj arriti në përfundimin se kuvendi nuk respektoi procedurat kur në nisje të legjislaturës së re në shtator të vitit të shkuar rikompozoi të gjithë arkitekturën e komisioneve të përhershme parlamentare, duke shtuar numrin nga 8 në 11. Vendimi erdhi pas ankesës së demokratëve për shkelje procedurash nga parlamenti. Sipas tyre, ndryshimet që parashikojnë rritjen e numrit të komisioneve parlamentare nga 8 në 11 ishte një anshëm. Gjykata kushtetuese ka njoftuar se procedurat kanë qenë antikushtetuese dhe nevojitën të rregullohen. Gjykata vlerësoi se duhet vendosur shfuqizimi i vendimit të kuvendit për shkak të cënimit të parimit të demokracisë përfaqësuese, të lidhur me lirinë e shprehjes së deputetëve si pasojë e shkeljes së rregullave të thirrjes në mbledhjet e kuvendit, si dhe të procedurës së ndjekur për miratimin e aktit objekt shqyrtimi, thuhej në vendimin e kushtetueses. Pak ditë pas vendimit të kushtetueses, socialistët nisën nga puna dhe me firmë të kreu të grupit Tauland Balla dhe 2 deputetë të tjerë u risollën identike në kuvend komisionet e reja të përhershme parlamentare, shoqëruar edhe me një sër ndryshimesh të tjera. Partia Demokratike i kundërshtoi ashpër pasi sipas saj do duhej të pritej zbardhja e plotë e vendimit të kushtetueses, por pavarësisht kësaj, kryetari i parlamentit Niko Veleshi kishte njoftuar mbledhjen e Këshillit për rregulloren. Megjithatë, Partia Socialiste në parlament ka bërë një hapas, duke siguruar se nuk do të bëjë asnjë ndryshim në rregulloren e parlamentit pa u zbardhur vendimi i plotë i gjykatës kushtetuese.